banorët vazhdojnë të jenë të blokuar në shtëpitë e tyre. Uji është përhapur kudo. Njerëzit nuk lëvizin dot. Kanë vështirësi dhe për gjërat më basike. Kjo situatë ka qenë e paralarmuar e kam gritur këtë problem edhe në parlament. Po sot po e shohim se as me masë nuk është marrë. Nuk është me çështje politike, është çështje njerëzore. Hidrovori në Hamale nuk funksionon. Vetëm një fond e vogël që nuk do ta shkarkojë. Tani, me çfarë ju dini, kështu ka qenë kjo situatë për gjatë gjithë këtyre ditëve, apo kjo është krijuar sot, kjo anomali është krijuar sot? Po e lë mënjan deklaratën që ka ardhur nga zonja Sako e kështu me radhë nga kushdo tjetër, ministrja e brendshme që funksionin hidrovorët, ne e dim si ka qenë gjendja me hidrovorët, po konkretisht aty, kështu ka qenë situata? Hidrovorët nuk ka qenë funksionare. Nuk ka qenë në funksion gjatë gjithë kohës, e kuptoj? Jo, për gjithë kohës. Si një stia, dy pompa, që nuk arrin do ta shkërkoj. E kuptoj, thjesht doja të dija nëse kishte ndodhur kjo që në kryet herës, pra që në nisjet situatës apo kishte ndodhur, kishte nisur sot. Pse? Ka pasur në djenin tuaj, ka pasur investime aty, ka pasur, ose është deklaruar që ka pasur investime, është deklaruar që ka pasur mirëmbajtje? Jo, investime jo. Investime në hidrovor jo. Për të janë, në qoftë se të kishte investime, nuk do kishte pasoja për mbytje e sistra fatrave. Duke filluar Hamale sektor, duke filluar në Perlat, të Rushku, duke filluar në Vadar, lagja 4, lagja 5, lagja 6, që shikon pasojat e hidrovorit. Po, pra, ju thoni zonja Luku, nëse do të funksiononte, nuk do të kishte përmbytje tek fshatrat aty, do të ishte shmangur minimalisht kjo. Është ky, do duhet ishte ky objekt